Përshëndetje për Sarën dhe përshëndetje për mediumin, për portalin, familja jonë. Unë i përshëndes nga Amerika edhe ndjes që nuk jam pjesë e asaj studioje. Fillimisht kam një falënderim shumë të veçantë për Sarën, sepse Saranda Buju Pirama është ndër moderatorët dhe gazetarit e parë që mua më ka dhënë një shtys, më ka dhënë një mbështetje kur unë për herë të parë të vokisja në për dyert e televizioneve të ndryshme për të dhënë këshillat ose mësimet e djalës. Në atë kohë kur mësimet e djalës shikohej ose ndryshe nutricioni shikohej si mjekësi popullore, edhe Sara në këtë pjesë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke nxjerrë më në parë të mirat dhe benefitet e nutricionit në shëndetin e gjithë neve. Në anën tjetër kam një duartërokitje shumë të madhe për faktin që Sara nuk ka hequr dorë, që portali Mediumi Familja Jon gjithmonë vit pas viti ka dhënë kontribut në vetëdijsim edhe në ndërgjegjësim të gjithë shoqërisë shqiptare për mënyrën se si duhet të ushqehemi dhe të kujdesemi për veten. Fakti që Sara ka qenë shumë specifike edhe shumë ne themi në Shqipëri sqimatare për të zgjedhur icon e mjekësisë shqiptare apo edhe icon e nutricionistëve, edhe për këtë i komplimentoj shumë sepse në fund të ditës në një televizion, në një medium, në një portal si Familja Jon, të dalin mjekët dhe t'japin këshilla falas, nuk është që e gjen gjithmonë dhe gjë, sepse ju e dini shumë mirë që kur shkoni te mjeku apo edhe tek nutricionisti, kushtojnë edhe këshillat, kushtojnë edhe terapia që bën edhe diagnoza të tjera me radhë. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë një nga të ftuarat që për mua është e ftuara më speciale që Sara e ka, edhe unë e di se ja kam thënë. Edhe është doktoresha Lulieta Etemi, që unë kam pas nderin të punoj dhe vazhdoj ende të punoj me të. Për mua është gjeniu i mjekësisë shqiptare dhe dua patjetër ta falenderoj sepse me të vërtetë duhet mbështetur ata mjekë që kanë bërë betimin e Hipokratit, jo betimin e Hipokritit, sepse ka dhe të tillë edhe e dim të gjithë këtë gjë. Megjithatë, fakti që ekziston një medium ku ju i merrni vazhdimisht këto këshilla është vërtet për të duartrokitur edhe ju nuk e dini se sa hajër ka bërë ky medium, ky portal Familja Jon në familjet e gjithë shqiptarëve. Kështu që Sara, bravo, të komplimentoj ty edhe stafin tënd, sepse e di që mbrapa ke edhe një staf të mrekullueshëm. Edhe të lutem mos ndalo së punuari, sepse edhe unë jam pjesë e rrugtimit tënd dhe i di hapat e tua të vështira që kanë qenë në fillim, kështu që shumë suksese, bravo, vetëm përpara. Edhe vi të gjitha do them përfundat të fjalinë që unë e them gjithmonë. Mund të hani avokado çdo ditë, mund të merrni suplemente, mund të pini ujë sa të doni, mund të merrni ilazhe të ndryshme, por nëse nuk jeni njëri pozitiv, nuk mund të quheni asnjëherë të shëndetshëm. Përqafime nga Amerika.